Raporti përfundimtar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve ka arritur në kuvend dhe tashmë duhet që kryetari i kuvendit të caktojë datën e zgjedhjeve për 4 komunat ku nuk u arrit censusi. Nga kabineti i kryetarit të kuvendit thonë se kryeparlamentari Afrim Gashi do t'i shpallë zgjedhjet në afatin e palapal ligjor. Të pyetur rreth kërkesës Aleancës për shqiptarët që data e zgjedhjeve në komunat që nuk u arrit censusi të jetë para vitit të ri, nga kabineti i Gashit thonë se procesi i shpalljes së zgjedhjeve nuk udhëhiqet nga preferenca apo propozime individuale, por nga 2 parime themelore: respektimi i detyrueshëm i afateve ligjore nga Kodi Zgjedhor dhe vlerësimi dhe gatishmëria e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve si institucioni kompetent për organizimin dhe zbatimin e procesit zgjedhor. Kryetari i kuvendit Afrim Gashi vepron vetëm mbi bazën e afateve dhe procedurave të përcaktuara në Kodin Zgjedhor për caktimin e datës së përsëritjes së zgjedhjeve për kryetar komune në Gosivar, Vrapçisht, Mavrov Rostush dhe Qendër Zhupë. Prandaj, data e zgjedhjeve do të shpallet brenda afatit të lartë përmendur ligjor dhe opinioni publik do të njoftohet në ditët në vijim. Nga kabineti i kryeparlamentarit sqarojnë se kryetari i kuvendit ka zhvilluar tashmë 2 takime pune me përfaqësues të KSZ-s, ku janë shqyrtuar të gjitha aspektet juridike dhe operative që lidhen me përsëritjen e procesit në këto komuna. Deputeti nga krahu i Aleancës për shqiptarët Arben Taravarit, Halil Snopçe, të njëjtën i bëri thirrje Gashit të tregojë pavarësi institucionale dhe brenda afatit ligjor para vitit të ri të shpallë zgjedhjet e përsëritura në Gosivar, Vrapçisht, Mavrov Rostush dhe Qendër Zhupë në mënyrë që ato të përfundojnë deri në fund të dhjetorit dhe të mundsohet votimi edhe për mërgjimtarët. Deputeti shprehu dyshimin se vonimi i publikimit të rezultateve nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka qenë i qëllimshëm dhe i koordinuar me qeverinë, me qëllim që të shmanget periudha kur mërgjimtarët janë këtu.